të majtë, por ka ndryshuar e shkatërfishuar një zonë që mbulon 2 komuna Otlak, Lumas me 20.000 banor dhe 16.000 votus, të cilat para 2005-ës ishin rreth 20%, tani ka kaluar në çdo zgjedhje mbi 50%. Në qershorit të 2013-ës kjo zonë Lapardha Lumas mori 900 vota më shumë se 2009, por edhe në zgjedhje për pushteti lokal, Lapardhaja votoi 157 vota më shumë për kandidatin Kasem Mahmutaj. Prandaj, kjo zonë, kryetar dhe kryeministri Hashëm, jesh minjos një burr i shtetit që quhet Sali Berisha. Ai erdhi premtimet realitet, e lërzoj këtë zonë të asfaltuar me shkolla qendërshtetësore të gjithë, që nga Qereshtiku deri Lumas, por edhe në gjithë qarkun e Beratit, investoi 10 herë më shumë se 20 vjet që ka qenë në drejtimin lokal dhe në drejtimin qendror Partia Socialiste, sepse kjo zonë e drejtuar me mbajtje. 14 kryetari komunës dhe 1 vit kryetari i bashkisë nuk ka bërë asgjë në këtë zonë, por unë jam i bindur. Ju si kryeministri Hashëm, kjo pranverë është pranvera juaj. Unë kam besim që qershori dhe shtatori me zgjedhjet parakohshme do t'ju gjej kryeministër, sepse ky popull kërkon 2 gjëra. Kërkon zgjim, kërkon dhe zgjedhje. Zgjedhje me votë, zgjedhje me revolt, zgjedhje me zgjedhje. Të largojmë këtë klik që po ke qeverisë. Motra dhe vëllezër, ju sot këtu jeni rreth 2000 veta, por ju nuk jeni kaq. Ne nuk jemi në takim elektoral, por ju jeni me kushni, me motra dhe vëllezër, një për embesa, fisë, të largojmë imoralitetin e Ramës, të largojmë të keqeverisje. Jemi këto 3 vjetë që ata janë në krye, jemi më keq, fukarenj. Kryetari Partisë Demokratike bëri disa takime në rrethin e Beratit dhe i ka dëgjuar gjithë. Përsëri do të dëgjojmë pas këtij takimi. Unë i them, Biserde, baj fjalën dhe kjo zonë do të jetë blu. Berat, Lumas, Skapar, përpara dhe fitore. Fjalën e jap për të përshëndetur kryeministit të Hashëm, Lulzim Basha. Zonja dhe zotri, vëllezër dhe motra, banor të Lapardhas, ju falenderoj nga zemra për të mikpritje legjendare. Legjendare sepse e di e kam parë, ja keni ofruar paraardhësit tim, kryeministrit dhe ish kryetarit Partisë Demokratike Sali Berisha. Miku im i shtrenjtë, miku i çdo familje këtu në Lapardha, në Otlak, në Lumas, në Lefter Maliqi, tha vetë këtu, dhe besoj të gjithë jeni të shpitar se mikpritjen tuaj, votën tuaj dhe besimin tuaj, Partia Demokratike dhe Sali Berisha është përblyer me punë. Sot jam këtu para jush, jo vetëm për t'ju falenderuar për gjithë çfarë keni bërë këto vite, por po kështu për t'ju premtuar se këtë mikpritje, këtë vlerësim, këtë mbledhje të burrave dhe grave, të rinjve dhe trejave të Lapardhas në këtë shesh sot, unë e shoh pikëpari si përgjegjësi. Partia Demokratike dhe Lulzim Basha janë gati t'ju shpërblen me punë të gjithë ju banorëve të Lapardhas, me vepra konkrete, me investime dhe me mbajtje premtimesh. Sot në zonën e Beratit, ashtu si kundër para 2 ditësh në Kruj, e në gjithë të ditë ja anë Shqipërisë, unë kam qenë pranë njerëzve, pranë qytetarëve, pranë fermerëve, pranë të papunëve, pranë biznesit vogël, biznesit madh, pranë burrave dhe grave, kryefamiljarëve dhe të rinjve. Kam qenë pa paragjykime,
Pa i nda shqiptarët në të djathtën e të majt ju kam dhënë dorën, i kam parë në sy dhe i kam pyetur si i kam punët. Dhe lajmet me të cilat jam ndarë nuk janë të mira, vëllezër dhe motra. Shqiptarët po jetojnë ditë të vështira. Leku është zhdukur nga qarkullimi. Puna ka rënë, papunësia është rritur, varfria është thelluar, çmimet janë rritur, taksat janë rritur, fuqia blerëse ka rënë. Shumë shqiptar janë drejtuar emigracionit në dëshpërim. Mira familje kanë preokupim kryesor si ta mbyllin ditën, ndërkohë që listat e ushqimeve vetëm sa shtohen. Ndërkohë që dilema më e madhe e një kryefamiljari është ku do t'i gjej parat për të paguar nesër, bukën e fëmijëve, librat e shkollës, ilaçet. Por ky realitet që prekim kudo nuk prek një grusht njerëzish. Një grusht njerëzish sot janë më mirë se para 2 vjetësh e gjysmë. Një grusht njerëzish sot janë më të pasur se kur. 100 milion euro pasuri kanë vënë. Nuk i kanë shpikur këto para. S'ju kanë rënë nga qielli këto para, po i kanë marrë nga xhepat e varfruar të shqiptarëve. I kanë vjedhur nga doganat e shqiptarëve, ku vetëm vitin e kaluar janë çdoganuar 700 ton cigare më pak. I kanë marrë nga xhepat e shqiptarëve, ku vetëm vitin e kaluar janë çdoganuar 6000 ton naftë më pak. I ka braktisur fermerët, duke i mbytur prodhimet e tyre që dalin me kosto më të lartë për shkak të rritjes së çmimit naftës, për shkak të rritjes së çmimit të plerave kimike që shpeshherë ju dalin skarco. A është kështu apo jo? I ka mbytur fermerët me një grusht monopolistësh që dhe atëherë kur prodhimi juaj, misri juaj, perimet tuaja, frutat tuaja, më në fund e shohin dritën e tregut, gjen një treg jo konkurus, sepse vërshojnë mallrat e importit që futen kontraband dhe e bëjnë pamundur shitjen edhe me çmimin kosto. Është kështu apo jo? Ky realitet ka vetëm një përgjegjës, Edi Ramën që ka braktisur qytetarët shqiptar dhe po i shërben vetëm interesave të tij e të një grushtit njerëzish. Nuk po i shërben demokratëve, por nuk po i shërben as socialistëve, sepse fermerët socialist, të papunët socialist, të punësuarit socialist, biznesi socialist, është sot po ka që dëshmëruar se ata që kanë votuar për Partinë Demokratike. Është kështu apo jo? Koha ka ardhur për të bërë një ndryshim të madh në këtë udhkryq ku na ka sjell Edi Rama me keq qeverisjen e tij, me korrupsionin e tij, me qeverisjen me krimin. Koha ka ardhur për të marrë në dorë fatet tona. Dhe unë jam sot para jush për t'ju thënë pikë pari se detyra numër 1 e Partisë Demokratike, detyra numër 1 e Lulzim Bashës, e Lefter Maliqit dhe gjithë demokratëve tjerë është t'ju kthejë shqiptarëve parat e vjedhur nga kjo qeveri. E do ta bëjmë duke ulur taksat në nivelin më të ulët në Ballkan, si parakusht për të thithur investimet, si parakusht për t'i kthyer shqiptarëve parat e tyre, të cilat nuk u kthyen kurrë në vepra këto 3 vite, por vetëm pasuri për qeveritarët. Duke ulur taksat, çdo shqiptar, çdo frym shqiptari do të ketë 300 euro më shumë në xhep në vit për të shpenzuar apo investuar, për të adresuar hallet e veta apo projektet e veta. Së dyti, shqiptarët parat që i paguajnë si taksat i shohin si shërbime, si pensione, si ndihmë ekonomike, si subvencione, si rrugë, si ujësjellës, si shkolla. 3 vite as një shkollë re, 3 vite as një urë, po kanë marrë $1.2 miliard borxh, $1.2 miliard borxh të 3 vite. Dhe vetëm vitin e kaluar kanë vjedhur 1 miliard nga doganat, tatimet e prokurimet. T'japim fund t'i korrupsioni, do të thotë ta çlirojmë lekun, ta kthejmë lekun tek i Zoti dhe i Zoti lekut jeni ju.